Përshëndetje Prishtina Ali, faleminderit krejtëve që keni zgjedhur me shiqu ose me ndëgju një episod tjetër të Prishtinë Podcast. Kësaj radhe këtu me mua kam kryetaren e komunës së Prishtinës Zotëre Përparim Rama. Kryetare, faleminderit shumë që keni ardhur dhe na keni nderuar me prezencën e juaj. Kënaqësi me qenë këtu me juve, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Tash krejt po ju njohim si kryetar ose si arkitekt, mirë po kisha dashur në shku pak më mbrapa. Kisha dashur me kuptu fëmijërinë e juaj që me pa një farë lloj formësimi që ka arrit deri në këto punë që i bëni sot. A më nësh me na tregu pak si në cilën lagje e rrit ose që ka qenë Prishtina e fëmijërisë juaj? Po faleminderit, tash po më qen mrapa nostalgji. Jam lind, kam jetu faktikisht në Ulpiana C7. Është një ndërtesë që është përballë këtyre ndërtesave të armatës këtyre ere, edhe në Ulpian, me siguri e din restorani Sinfonia, tash që ajo që ndërtesë është hymja e fundit, hymja e 11 C7, që ashtu është tirë, aty kam lind, jam rrit, normal kam lind në spital, po që aty jam rrit, edhe deri në moshën 14 vjeçare, masanej 14 vjet, kemi pas banesën të banesat e bardha, deri në 16 kam shku në Londër. Po aty fëminia të lujtë të nditën futbol, faktikisht kemi lujtë shumë, basketbol, klikera, me bicikleta masanej, kena lujtë edhe cowboy indian, lujtë shumë ta si fëmi, si me siguri çdo fëmi, këtyre herë kur si kemi pas ta iPhone-at e iPad-at kemi nejt jashtë shumë, edhe kom qenë në shkollën fillore Hasan Prishtina, fillimisht, masanej në shkollë mes me 2 vjet në Gjevdedod, derisa kom shku në Londër. Ka qenë një fëmijëri interesante, me shok, me shoqni, ku kemi lujt po ashtu edhe afër bibliotekës kombëtare, edhe ka qenë biblioteka kombëtare, edhe ajo në inspirim për mu e kom vret ma vonë, masanej që arsyeja pse kom vendos me studiu arkitekturën ka qenë pikrisht si rezultat i ashtu kohës që kemi kalu për rreth bibliotekës kombëtare, edhe kur e kom pa një arkitekturë krejt ndryshe prej tjerave, edhe ka qenë inspiruese për mu me u marrë, thonë ose me hy me u thellu në arkitekturë si rezultati një ndërtese të tillë, ku edhe ma vonë normal kom studiu dhe kom kryer arkitekturën në Londër edhe jam bu arkitekt. Po ashtu kemi kalu shumë kohë, kemi edhe një shtëpinë në Shtoj, në Ulqin atje, që e ka pas përpara dhe gjyshi, masanej baba, agja, prej që kom lind prej moshës vogël, kemi kalu verën atje. Edhe ka qenë ajo një muj, 2 muj, se prind kanë punu dyt në arsim, baba profesor në ana mësuese, kështu që kanë pas atë periudhën kohore të verës që kanë qenë të lirë, edhe gjatë asaj periudhe kemi kalu në Shtoj në Ulqin, ku 2 muj ditë derisa u bo bajat faktikisht ajo dielli e zolli e sene. Me lyp u kthy me të marrë malli për Prishtinë. Kun ajo nostalgjia për me u kthy në Prishtinë, me shku në shkollë, me taku shok të shoqet. Dhe një fëmijë e këndshme. Derisa jam rrit pak, do të thonë 14, 15, 13, ku dëshim me dalë ma shumë, masanej ka qenë pak ma e zorshme, se problemet normal kemi qenë në rokupim atëherë në vitet e fundit e 10-tave, fillimin në 10-tave, prej sërbëve, prej policisë, masanej ka fillu ajo ndjenja që nuk je i lirë, që nuk ke mundësi për me u shpreh
lirë, sepse ka qenë rrezik kur në 90-tat edhe kur na qetën edhe prind prej punës si rezultat i masave që i kanë marrë masave ndërshkuese të shtetit atëherë okupatorit serb faktikisht ndaj popullatës shqiptare në Kosovë. Edhe si rezultat vendimin për me dal jashtë me pa se e kam një vetën ashtu shumë të robënum në Prishtinë për shkak të gjendjes që ka qenë atëherë. Ju shkonin në Londër, gjatë asaj kohe që sa ka mujt me ndëgju rrëfime për njerëzve tjerë, tregojnë që çat shumë kanë dalë, domethënë se edhe nuk kanë dashur me marr pjesë në luftra, domethënë të Jugosllavisë kur fillojnë, që në klasë kanë pa për shembull që çdo ditë veç kanë nxënës ashtu tu mungu, edhe çat periudhë domethënë edhe jo keni dalë, apo? Po, atëherë fillimi i viteve të 90-ta ka qenë shumë i vështirë, unë kam filluar në shkollën e mesme në vitin 91, atëherë kur jam qenë vitin e parë 91, vitin e dytë 92-ën. Në vitin e parë kemi qenë në Gjevdëdod në ndërtesë, vitin e dytë kemi qenë në Përshpia, se i kanë mbyll shkollat. Në cilën keni qenë ju? Në Gjevdëdod, po në shtëpia të ndryshme, se Gjevdëdoda i ka pas klasa e gjeografisë ka qenë një shtëpi, një dhomë të një shtëpie, për shembull dikun tas ligje. Klasa e matematikës ka qenë një dhomë një shtëpi në Arbëri tash, që është Arbëria, e biologjisë dikun tjetër, domethënë kemi pas një shtëpi që ka pas atëherë Sami Frashë ose i Vollolla që thirr atëherë të Erticët, po i kemi pas në për shtëpi të ndryshme. Na shkojshim nëse kemi pas gjeografi, shkojshim një vend, masanej nëse tash për gjeografisë po bëjmë matematikë, shkojshim një vend tjetër, për matematikës fizikë një vend tjetër, domethënë jemi sill ton kohën prej një shtëpie në shtëpinë tjetër. Kjo një farë mënyrë edhe ka qenë ndoshta mënyra edhe për mos me na nxon atëherë policia një vend, mos me di që një vend, po me lëviz me që në lëvizje ton kohën, edhe kështu e kam kalu vitin e dytë të shkollës mesme në për dhoma të shtëpive private në për pika të ndryshme në kryeqytet. Momentin që keni dalë në Londër, a ka qenë vështirë ambientime? Po tash jeta të cilën e kemi pas ne në Prishtinë, e kam pas sa vështirë ka qenë vetëm kur kam dalë jashtë. Tash jashtë vetëm që nuk e kemi pas atë problemin se apo kthehemi vonë, apo të nalë policia në rrugë me të vjedh faktikisht, se atëherë na nalshin edhe na merrshin çka kemi në xhep, thëshin, "Oj, ku i ke vjedh këto parë?" Faktikisht si kishte vjedh, i kishte dhënë baba, nona, po i kemi pas policia serbe atëherë kanë qenë hajna faktikisht, ose ta jap keni shuplaka 2 edhe ti merr ke çka ki në për xhepa, edhe nëse s'ka rre më shumë atëherë i kon ti i kënaqur. Në Londër nuk i ke pas këto, je kon i lirë, je kon i sigurt, edhe probleme tjera që kanë qenë ndoshta dytësore për me gjetë punë, për me punu, për me bodo pare, për me aushu prindve mrapa, se s'kam pas masane edhe prej kujt me unë varë, për pas prej neve që kemi dalë jashtë, janë varë për me ushu fonde mrapa për me umajt, ajo ka qenë prap, sado që me ndonë që për një 16 vjeqar 17 vjeqar është e vështirë, ma e vështirë ka qenë jeta në Prishtinë në okupim, atëherë se sa në Londër ku është dashur me punu, po së paku je koni sigurt. Nuk je frigu që dikush ka me të rre, apo ka me të vjedh, apo ka me të kesh trajtu, apo. Pra ki pas një lloj liria atje që nuk keni mujt me pas. Edhe ajo ka qenë një farë mënyrë renesancë ashtu për mu si fëmi, si i ri, si 16 vjeqar, se për njëherë kam qenë një metropol botëror në Londër me kultura të ndryshme, me muze, ekspozita, si aspektin e artit, kulturës, evente, koncerte, masanej punë, njoftime me kultura të reja, me njerëz të ri, ka qenë ashtu një periudhë, një anë e vështirë ndoshta se u dash me punu edhe me majt edhe familjen mrapa në Kosovë, po në anën tjetër që thojnë çka s'myt bën më të fortë, edhe kur je ekspozum këtyne sfidave
të reja, atëherë vetëm se mëson shumë, forcohesh shumë edhe gjindesh, domethënë bën njeri më të kalitun, po ashtu edhe më të kuptueshëm, se i kupton njerëz që kalojnë në për sfida të ndryshme që thojnë parat nuk pikin prej qiellit, po duhesh me punu për me bo, respekti nuk pik prej qiellit, duhesh me punu për me fitu respektin ndaj tjerëve, besimi nuk pik prej qiellit, duhesh prap me kriju në shoqëri. Gjitha këto kanë qenë një shkollë shumë e madhe për mua, ndoshta më e madhe se sa me kryu një fakultet. Në shkolla e rrugës, e takimit me kultura të ndryshme, me njerëz të ndryshëm, në përsfida të ndryshme, ka qenë një edukim i nivelit krejt tjetër në relacion me dhe ato që ka mëson në fakultet. Kur vjen momenti që vendosni mu kthy në Prishtinë, dhe si shtat, do me thonë që ato që i keni experience atje me i apliku këto? Po tash kjo, masane ka qenë një periudhë koha e gjatë, 29 vjet që kam jetu në Londër, pastaj kam jetu pak në New York, pak në Australi, në Perth, edhe udhime të shumta në vende të ndryshme të botës, si rezultat i projekteve që i kam pas, kam kryer arkitekturën edhe urbanizmin, masane me kompaninë time kemi bërë projekte në pjesë të ndryshme të botës, edhe si rezultat eksperiencat e mia kanë qenë në sferën profesionale, po them, të arkitekturës edhe urbanizmit, ku edhe kam mësuar shumë, ku edhe krejt ato që kam ditë, kam qenë edhe konsulent për qytete të ndryshme, për vizione për shembull, edhe për Londër në vitin 2012 për lojrat olimpike, po i përmeni këto projektet më të mëdha, ose Doha 2030 Vision, vizioni 2030 për Dohën, që kam qenë 12 vjet konsulent specialist për transformim urban të Dohës për vitin 2030. Gjitha këto kanë qenë eksperienca, po them, të mira, interesante, të cilat tash edhe kam mundësinë si kryetari kryeqytetit tash e 4 vjet me i shkri këto eksperienca për të mirën e qytetarëve tonë, për të mirën e secilës gjenerat. Normal që këtu janë sfidat e reja, po mësoj gjona të reja, po mësoj politik faktikisht, po mësoj njerëz që ndoshta punojnë edhe jashtë logjikës, jashtë mirës për me të blloku, me të sabotu, veç pse i kanë ato mendjen e ngushtë për klikat e ngushta për vetja, apo për rrethin e ngushtë partijak apo klanor apo çapo dione. E këta njerëz duhet me dalë pak, domethënë janë njerëz me siguri të padalshëm edhe mendojnë që bota sillet rreth tyre, nuk shohin për te vetës edhe për atë po them edhe ndoshta bllokojnë e sabotojnë. Uroj që me pas një farë impakti pozitiv edhe këto procese që na jemi duke i shtyr përpara, që më tregu që gjërat që ne po i bëjmë janë për të mirën e secilit. Pra nuk ka nevojë për mos bashkëpunim, po duhet me bashkëpunu për të mirën e shoqërisë, edhe këtë po e shtyr përpara. Pra jam të mësuar edhe këtu shumë. Po në aspektin tjetër, në sfera tjera. Po fokusona pak në temën e Prishtinës, as in zonën historike. A mendoni që Prishtina ka zonë historike, do me thonë që, ose të paktën, a keni ndonjë vizion që mendon mundet mu shty pak ma shumë përpara, vetë se po ka punime, ka gjasi shumë, edhe një rrugë që e keni rregulluar aty bashkë te komuna e vjetër, ajo u ringjall si rrugë tepër bukur. Po, Prishtina ka zonë historike, nuk është aq e madhe, po ajo që është e ka karakterin e vet të veçantë, edhe ka mundësinë e madhe për me kriju një pikë interesante për turist të cilët vinë çdo vjet më shumë, që po vinë edhe po vizitojnë kryeqytetin. Mendoj që kryeqyteti duhet me u fokusu pikërisht te kjo, të zhvillimi i artit, i kulturës, nëpërmjet artit e kulturës edhe turizmin, që zhvillon turizmin, ku edhe tash identifikojmë të gjitha zonat të cilat janë interesante në sfera të ndryshme. Për shembull, zona e vjetër e kryeqytetit, Prishtina duhet me pas zonën e vjetër, me u ditë ku kanë fillu celulat e para të qytetërimit në kryeqytet, shtëpitë e para, xhamitë e para, hamami, ndërtesat e kultit, po them religjioze të ndryshme, të cilat janë këtë pjesë të kryeqytetit, që tash me i prun pa. Kemi punu faktikisht që një tash 3 vite me UNDP edhe me Ministrinë e Kulturës për një plan detaj të analizimit të gjitha këtyne zonave, për me identifiku elementet e ndryshme historike dhe me i prun pa. Edhe në aspektin e transformimit urban, ne
kemi si pjesë të procesit edhe nënkalimin në rrugën Agim Ramadani, e cila mundson lidhjen e sheshit, bulevardit Sheshit Nën Terez me pjesën e vjetër të kryeqytetit. Edhe ideja është që me kriju një qasje të sigurt për kombësor, edhe me transformu këtë zonën e vjetër në zonë përkombësor, ku i bim pa edhe artizanate të ndryshme që janë në këtë zonë, qajtoret, domethënë me ndërlidh me Tri Xhamit, me hamamin, masane kemi faktikisht edhe ndërtime tjera të periudhave të ndryshme në këtë zonë që duhet me ardhë më pa edhe me transformu këtë zonë për të mirën e kryeqytetit edhe me zhvillu turizmin si rezultat. Pra jemi në proces, e kemi të bllokuar për fat të keq prej qeverisë këtë nënkalimin, po shpresoj që e zhbllokojmë tash shpejt me kriju këtë, sepse po them është edhe për me mbrojt këto ndërtesat prej trafikut të rënduar, po në njëjtën kohë me kriju hapësira të lira të sigurta për kombësorë. Po ajo shumë pjesë e bukur edhe sidomos kjo rruga që shkon prej Sahat Kullës që nisësh te poshtë ka pazare, domethënë ajo krejt është e lidhur edhe Tri Xhamit aty, lidh masane edhe me hamamin atje në alt, lidh me tregun në Gjelbërt, vetfarmi, shkolla e parë shqipe aty ka shkolla e parë shqipe. Ka hapësirë. Xhami tjera aty ki edhe disa xhami të vogla që janë shumë interesante. Po, fiks të rrethi është ajo për Po, ki edhe zonën aty e hebrejve, kështu që ka elemente të ndryshme që janë me rëndësi shumë të madhe për kulturën dhe traditën tonë, edhe me tregu gjenezat e fillimit të qytetërimit Prishtinës e gjithë Kosovës. Po, tash nuk po du më dok pak bias tonë, se falja ma herët edhe punën e pazarit. Po, për shembull e kum pa Tirana. Tirana ka investu domethënë pazarin e vjetër të qytetit që e kanë, edhe kanë bënë fardoj si qysh mi thonë asoj, si lloj çatije, nuk po di. Po, çati, mirë. Edhe kogja shumë e kanë kfjell, se tash nuk po folje. Ka aty restorani janë hap rreth, a mendon që kjo është një vizion që kish mujt më bo edhe në Prishtinë? Ne kemi vizionin, kemi projektin, e kemi shtyr përpara, e din prapë për shkaqe politike janë ardhur dhe na kanë ndërprer. Ne kemi filluar me punu natën para me no, domethënë sikur gjatë kohës të okupimit. Atëherë, a vëzhgon tash jemi të okupuar për një mendësie të mrapsht këtu të qeveritarëve. Po jemi duke i shtyr proceset përpara dhe aty ka me qenë faktikisht tregu i ri ku ka qenë AKP-ja. Për para, edhe më njerë pas ku janë këta zejtarë që janë për rreth, domethënë projektin e kemi, po e shtyjmë për para, edhe ato kemi me i transformu tash të gjitha, sepse mënyra si po na bllokojnë është jashtë ligjore, ne kemi çu këto procese edhe në gjykata, kështu që nuk kam asnjë dyshim që kemi me i zhblloku edhe me hec këto procese për para. Po them, është një gjë puro politike, një mendësi e mrapshtë e ngushtë e qeveritarëve sot për fat keq. Po nuk kam asnjë dyshim që kemi me thyë dhe me hec përpara procesit. Ajo hapësira nëse s'gaboj ka qenë park më përpara. Po, parku ka me qëndru, domethënë na nuk e hekim parkun, domethënë po tash këto që janë me lastra për rreth ndryshohen me një element që përsëritet të ri, edhe për brenda po ashtu i kemi këto elemente që janë të përkohshme, të natyrës të përkohshme që munden me lëviz, domethënë janë aty po mbrohet parku, faktikisht funksionalizohet sepse krijohet, po them, tregu i ri. Jo ashtu kopje e Tiranës, po është një dizajn tjetër, i cili po ashtu është ambiental, është në ndërlishmëri edhe me gjithat zona aty, po edhe i natyrës që mundet me u bajt në të ardhmen e afërm nëse vendoset me u bajt edhe diçka tjetër, po nuk i pengon ashtu edhe karakterit të sotëm kësaj zone. Pra është një projekt fantastik që ne vetëm jemi duke shtyr përpara, është duke ndodhur kjo. Po, kanë filluar besoj që brenda vitit ne edhe përfundojmë edhe shohim një park edhe një treg të ri të kryeqytetit. Apo keni problem, për shembull, siç biseduam më herët, janë disa shtëpia të vjetra të Prishtinës, të cilat ose nuk gjendet familja, ose vetë për shembull familja nuk ka qef me investu, ose dojnë me lon murdzu, ka që i djegën.
Po për fat keq këto normal ne duhet me qenë shumë ferr ndaj pronarëve të këtyre ndërtesave. Duhet këto me ekspropriu, me marr në menaxhim të komunës apo të ministrisë. Për me u kthy këto shtëpi ose në muze ose në motele, kësi hotele të vogla që Airbnb apo mirë po që kanë atë që ruhet karakteristika e vjetër që me pas një eksperiencë ndoshta qysh e ka pas familja para 100 vjetë apo kurdo që këto shtëpi me rujt identitetin, domethënë jo vetëm me shku me vizitu, po ndoshta edhe me fjet një natë aty, po me qenë si pjesë për shembull shtëpitë ndryshme me një qendër të menaxhimit që e ki eksperiencën në një pjesë të një muzeu, në një pjesë ndoshta të një restorani ose të një dhomave të hotelit ku bëhen një ashtu conglomeration e decentralizume e këtyne elementeve që bëhet edhe eksperiencë super pozitive për turista, po edhe për neve me njoft kulturën, traditën tonë, me mbrojt një stil që ka ekzistu para një kohë, me pas një vlerë të shtuar, sepse gjitha këto elemente janë ngrisin vlerën krejt kryeqytetit edhe krejt vendit. Është pjesë e historisë dhe duhet më rujt. Edhe kom pa që është shumë senzacion, do me thonë, edhe ka plot turista që për shembull në isho, vinte kjo pjesa që është hala me kaldërm aty që falem mbrapa komunës të vjetër, te Liburnia e rruga, aty edhe janë dy hotele nëse s'ka bëj, te pazari gjithashtu ti për shumë njerëz ju duket interesant, kështu qysh duket edhe për një me kanë potencial për turizëm, edhe është zonë krejt e ndërlidhun. Do me thonë edhe rrugët janë ndërlidhuna, veç që po thotë duhet pak një lloj menaxhimi këtu, edhe ajo është. Pikërisht jemi duke punu faktikisht edhe me Bashkinë Islame, se kemi edhe disa xhami të vogla aty. Që kanë qenë ose janë të ndërlidhuna me ndërtime ilegale për rreth tyne, ku tash po punojmë së bashku me ta për me i hap ato, me i hek ato krejt ato elementet kancerogjene me i thira, dhe nëse gjanat negative që ndodhin për rreth tyne, me kriju hapësina publike, pra për me njoft kulturën, traditën, historinë, e po ashtu me pas edhe një ndërlishmëri të qytetarëve, po edhe të turistëve që vinë me vizitu me qytetin, me zonën e vjetër të qytetit, pra me impru më pa karakteristikat edhe elementet e vjetra të kryeqytetit. Edhe është duke u bërë një punë e mirë, po them kjo punë merr kohë, është e ngadalshme pak sepse intervenimet janë shumë më sensitive në ndërtesat e vjetra se sa për shembull vetëm me bë diçka rrafsh edhe me ndërtu prej fillimit, pra duhet me qenë me mbrojt edhe gjatë dekonstruktimit të këtyne elementeve shtesë që janë shtu, për mos me rënu gjendjen ekzistuese ose për mos me e lëndu po them atë strukturën origjinale të këtyre ndërtesave, po pikërisht me identifiku, me i pastru edhe me i prum pa elementet origjinale të gjitha këtyre ndërtesave, masanej me menaxhu si një bashkësime thirr e këtyre ndërtesave, ndoshta edhe si një hotel i decentralizuar, apo si një muze i decentralizuar, apo si elemente të ndryshme, muze, hotel, restoran, dhomat fjetjes e tjera, po që nuk janë një shtëpi, po janë shpërndoheme po. Ti si turist tani shkon që po thua me një viziton diçka, hec pak. Ose ki recepcionin që atje shkon që aty e merr çelsat, po hec masanë një 5 minuta derisa shkon te dhoma, sheh gjëra të ndryshme të kryeqytetit, shkon në dhomë masanë hanë mëngjes një vend tjetër, prap del shkon hanë mëngjes tu hec në për qytet në një pikë tjetër. A kishë mujt mja komuniku qëta nështë si mesazh për shembull pronarëve të shtëpiave që i kanë veç të shtëpia 100 e kusur vjetra me një farë mënyre si mi u thonë që po, ata duhet ose me investu vetë, ose duhet faktikisht me u bo pjesë e kësaj, ose duhet me i shit, me i ekspropriu, po ideja është që këto me umbrojt, me ardhën pa. Kanë vlerë të madhe, edhe kemi formulat të ndryshme që mundemi me ndërlidh edhe pronarët, ose edhe kryeqytetin si administrat për me i pru bashkë për një projekt të përbashkët për të mirën e kryeqytetit. Po. Kena koqa si shumë, unë tash dal i fotografoj, munona mi gjetë pronartë, mi vizitu, me himrana,
kur ti lyp syrin e kështu i gjen ti për shumë, siç e thonë kur don me pa kerrin e verdh, ki më pa, edhe shoh sa shumë ka shtëpia të vjetra, domethënë të bukura tepër, vetë se zakonisht janë pronarët që nuk kanë qef, domethënë me investu edhe është investim i madh. Po s'kan qef dhe nështë s'kan mundësi, po për çfarë ne si institucion duhet me ofru mundësitë, me ofru opcionet. A ka pas ndaj approach për shembull ndaj trashëgimisë kulturore në Londër, ose që për shembull dhe keni studiu në arkitekturë që ju kalon kështu përshtypje dhe çato si jeni mundu me imitu me Prishtinë? Që kjo çdo ndërtesë e vjetër me një karakter historik ka vlerën e vet të madhe për me tregu një periudhë kohore në historinë e kryeqytetit. Domethënë kryeqytetet ose qytetet të cilat e rënojnë historinë e tyne, e hupin shpirtin e vet. Edhe ne duhet me mbrojtë atë shpirt të kryeqytetit. Shumë bukur e vet, po. Duke njoft historinë, duke njoft traditën, kulturën, duke ditë prej ka jemi ardhë edhe me pas ato fizikisht të qasshme. Ne krijojmë një të ardhme shumë më të mirë për vendin tonë, një të ardhme për shoqërinë tonë me një vetbesim të shtuar që me di që ne kemi histori, ne jemi popull i lashtë, nuk kemi pikë prej qiellit. Jemi këtu, kemi qenë këtu edhe e tregon edhe arkitektura e jonë si kemi ardhur këtu, kur kemi ardhur, edhe është një tregim, një historie origjinale e kryeqytetit. E sot këto storie tregimet origjinale janë ato të cilat turistat e ndryshëm botror i kërkojnë. Domethënë jo një kopje e një diçka dikun tjetër që na e reprezentojmë këtu, po një origjinal i joni. Çfarëdo që ai është shumë më interesant se sa një kopje e diçka tjetër. Ka shumë edhe kanë interes se mund bjen me hipate sa të kullat e xhamia e madhe të hamamit tu fotografu, ndoshta kishte qenë mirë edhe për shembull ato më kon të hapuna kështu për publik me qenë një Ciceron që shpjegon kështu historinë edhe ose për shembull Gjakovkon pa kanë filluar vende me qit fotografi, për shembull çush dokma përpara që ajo rrugë edhe një description të vogël diçka, edhe ajo ka gjak kështu mendoj i kish shtu edhe më shumë vlerë. Absolutisht, po të marrim në ekip ty. A mëj? Ç'to desh ta me dal? E ku desh ta me dal? Ç'ke ke vojën ta? Dan, ama ta në shkruaj. Atëherë kryetar, ju falenderoj shumë që keni ardhur në këtë episod. Jo veç nuk po du veç më ju falenderoj ndaj approach se u mitone me anglisht, po ndaj qasjes që e keni ndaj zonës historike, siç tham, është pjesë për një më e bukur e çmume. Mirë po edhe aktivitetet tjera që i keni sjell që i kanë mungu Prishtinës me vjet, patinazhi për shembull, një ndër to që na personalisht si familje me vjet kena prit me pas prap një patinazh dhe më në fund u bo Lemos apo ka shfaqje oper kjo me Ram Lahaj që është edhe tash po mbin mend, po ka gja shumë kështu, po ka aktivitete sidomos në atë zonën e sheshit. Kemi Shopping Piano Fest, Ram Lahaj, Sunny Hill Festival, tash kemi me pas edhe një New Era, edhe një projekt tjetër të madh në kryeqytet, shumë projekte faktikisht. Ne kemi një kalendar tash të trefishuar për çush ka qenë ose më shumë se Prishtina mënyra më e mirë, po them e Prishtinës me ecë përpara. Është fokusi në transformimin e kryeqytetit në një kryeqytet të artit dhe kulturës. Po paralelisht me të edhe të teknologjisë, pra ku edhe ne këto ndërtesat e shumta tash që janë zhvillu, metra katror të shumë që i kemi të mundun, me u mundsu edhe kompanive të ndryshme prej vendeve të ndryshme me ardhur në kryeqytet, me u vendos në kryeqytet, me puncu 3 ton, po tash pse mos me provu edhe 3 tjerë këtu. Domethënë edhe prej vendeve tjera me ardhur me jetu në kryeqytet. Edhe me pas një balans të mrekullueshëm prej punës edhe entertainment. Domethënë entertainment masanej është puna jona për art, kulturë, evente të ndryshme, gastronomi, festivale e tjera. Po në anën tjetër më mundsu edhe zhvillimin e bizneseve, teknologjisë, që ndërlidhet Prishtina me botën. Këto janë 2 pika të kyçe, industritë kreative, creative industries, technology, inteligjenca artificiale, gjonat që na çojnë, që thonë na mundsojnë me shku prej fundit të parën. Në anën tjetër edhe me pas entertainment që njerëz që fitojnë me harxhu ato parë edhe këtu, me kalu këtu kohë. E këtë po e bëjnë shumë e ma shumë, për shembull gjatë verës që është interesant në kryeqytet, sa që shumë familje dhe vendosin me kalu verën këtu.
se janë entertained edhe vinë edhe turistat tjerë, edhe është një atmosferë, një energji shumë super pozitive, fenomenale e kryeqytetit. Po, baljonan ku për atë rrugën mirë, po të tonkon që donata e rruga u konë full me njerëz, krejt koncerte edhe unë personalisht më pëlqen tash për shembull kur dajnë me hecë në Korza, edhe dajnë me Shëtit, më pëlqen au ka zgat pak rruga, po kena ku me hecë, ai ka qenë shumë i vogël ma për Po këto kanë me kuptu shumë më shumë qytetarët, edhe shumë më shumë, masan edhe me dashmi apo rrugë s'lojnë me apo rrugë. Ndryshimi vjen vështirë, mirë po kur të vjen e sheh çka ke hek më përpara, edhe sheh që ke mirë, po them këto unë i bisi eksperiencë imja tash po bëhen më shumë se 25 vjet në vende ndryshme të botës. Ne kemi një mundësi të artë një 4 vjeçar tash për me lulzu Prishtinën, edhe nuk kam dyshim që kemi me lulzu Prishtinën, sepse kemi edhe rinin fenomenale, popullin fantastik, kemi tash edhe vizion, ide, mundësi për me shty këto projekte, kështu që s'kam asnjë dyshim që kemi me lulzu Prishtinën. Edhe njerë, ju falenderoj shumë për punën e mirë që e keni bërë në kryeqytet, edhe për që sot na keni nderuar këtu në Prishtinë Podcast. Shpresoj që kemi me pa edhe ma shumë punë të mira si që keni pas deri tani për juve. Faleminderit shumë për pasionin që e keni për Prishtinën, dhe urime për punën e re. Faleminderit. Në komunë që po vijë. Se u avita. Bashkëpunim me podcastin e juj. E na prifte mora. Faleminderit shumë. Falenderoj shumë. Faleminderit.